Neni 103 i Kushtetutës, paragrafi 3 thot se antarët e Këshillit Ministrave gëzojnë imunitetin e deputetëve. Dhe kjo është interpretuar nga disa verban lakej të qeverisë dhe nga vetë Edi Rama dhe Lubi Balluku si imunitet për pezullimin. Është absolutisht pa bazë dhe e gënjeshtërt. Termi imunitet përdoret disa herë në kushtetut në kontekstin e mbrojtjes që gëzojnë institucionet të ndryshme kushtetuese si avokati i popullit, gjykatësi e tjerë, ndonë se kushtetuta nuk ka një përkufizim unik për çdo rast. Në rastin e deputetit, mbrojtja kufizohet tek mendimet e shprehura në kuvend. Pra, ka të bëjë me të drejtat themelore, të njeriut, të deputetit. Pra, mbrojtja kufizohet tek mendimet e shprehura në kuvend, votat e dhëna, ushtrimin e funksionit në kolegialitet parlamentar. Pra, të gjitha këto i mbron imuniteti parlamentar. Kjo mbrojtje përkthehet në mënyrë specifike nga kushtetuta si garanci ndaj heqjes së lirisë së çfarëdo lloj forme, kontrollit banesës pa autorizim të parlamentit. Gjyqtarët e gjykatës kushtetuese për gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, imuniteti kufizohet tek mbrojtja për mendimet e shprehura dhe vendimet e dhëna, me kusht që këto të mos jepen për një interes vetjak ose në keqbesim. Po kështu, për gjyqtarët e gjykatës së lartë, neni 137, kryetarin e kontrollit lartë të shtetit, neni 65, avokatën e popullit, neni 61 fraksion 3. Në të gjitha këto raste, mbrojtja që jep kushtetuta është specifike. Pra, ajo është e përcaktuar, i përcakton fushat ku shtrihet mbrojtja. Në rastet e deputetit, mbrojtja përfshin 2 kategori. Heqjen e lirisë në çfarëdo lloj forme pa autorizim të kuvendit. Heqjen e lirisë në çdo lloj forme pa autorizim të kuvendit. Kontrollin e banesës pa autorizim të kuvendit. Kurse funksioni ministrit nuk është asnjë lloj e drejtë themelore e njeriut. Nuk përfshihet kërkum përveç se në mendjen e smur të hajdutëve Rama Balluku. Mbrojtja quhet e plot nëse respektohen këto 2 kategori. Pra, liria në çfarëdo lloj dhe kontrolli i banesës. Por ushtrimi i detyrë ekzekutive nuk është pjesë e funksionit normal të deputetit, si një i zgjedhur me ligj elektoral dhe përpasoj mbrojtja nga pezullimi në detyrë nuk është përfshirë në garancit kushtetuese. Nuk është përfshirë. Këta shkojnë edhe dhijes zgjebosur, edhe bishtin e majnë përpjet. Guxojnë t'i drejtojnë edhe gjykatës pas janë kapur me presh në dorë.